Në Kosovë zhvilluan zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare këtë të diel, të dytat brenda aktiviti, pasi për më shumë se 10 muaj partitë politike nuk arritën të krijojnë institucionet e reja. Lëvizja vetëvendosje arriti një fitore të madhe në zgjedhjet e djeshme parlamentare, duke siguruar një shumicë të qëndrueshme që i mundëson formimin e qeverisë së re Kurti 3, pa nevojën e koalicioneve të gjera. Ky rezultat shënon fundin e ngërçit politik të shkaktuar pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, ku partitë nuk arritën të siguronin shumicën qeverisëse dhe nuk ranë dakord as për koalicion qeverisës. Qytetarët e Vlorës kanë nisur protestat sot në dyert e bashkisë pasi prej 4 ditësh qyteti nuk furnizohet me ujë. Mësohet se qytetarët kanë nisur edhe përplasjet e para në ambientet e jashtme të bashkisë. Banorët e revoltuar kërkojnë të hyjnë në bashki me bidona në duar, duke goditur dyert e institucionit. Protestuesit kanë shprehur revoltën e tyre ndaj mungesës së ujit, duke kërkuar një takim me kryetaren e bashkisë, Brunilda Mersini. Qytetarët kanë deklaruar se mungesa e ujit po vështirëson jetën e përditshme. Në sheshin para bashkisë shihet një numër i konsiderueshëm qytetarësh, të cilët po përplasen me policinë, duke tentuar të futen në ambientet e brendshme të bashkisë. Protestat kanë nisur që prej mbrëmjes së djeshme në dyert e teatrit Petro Marku, ku bashkia kishte organizuar mbrëmje gala me rastin e festave të fundvitit. Qytetarët arritën të futeshin brenda, duke ndaluar zhvillimin e koncertit të planifikuar e më pas tentuan bllokimin e bulevardit Ismail Qemali. Gjatë raportimit në parlament më 27 tetor 2025, pyetjes për zvarritjen e hetimit të Frida Krifcës, lidhur me fondet bujqësore i part 2, të dërguara nga BE, ish-drejtuesi i SPAK Altin Tumani u përgjigj, hetimet janë në fazë paraprake dhe përbëjnë sekret. Më 25 dhjetor, SPAK, duke ju përgjigjur interesit të mediave dhe publikut për fatin e dosjes së fondeve të BE-s, ripublikoi raportin e transparencës për muajin nëntor, duke përsëritur refrenin 2 vjeçar të Altin Tumanit se hetimet janë në fazë paraprake dhe përbëjnë sekret hetimor. Ky sqarimi përket muajit nëntor, kohë kur vazhdonte mashtrimi se hetimet ishin në fazë paraprake, ndërkohë që sipas kodit të procedurës penale, për dosjet me prova të gatshme nga partnerët, kjo fazë gjatë 3 muaj, ndërsa Altin Tumani e mbajti 3 vite të bllokuar dosjen Krifca. Por sipas informacionit të ardhur në pamfleti, drejtuesi i SPAK Lodian Brao, 2 ditë pas nisjes së detyrës i ka hequr pluhurin dosjes Krifca, si dosje e partnerëve Olav dhe Eurojust, por edhe me ndikim të rënd ekonomik, pasi për shkak të mosçuarjes përpara drejtësisë të ajdutëve të fondeve i part 2, BE ka bllokuar Shqipërisë fondet i part 3 për bujqësinë. Edhe ministri i Financave Petrit Malaj në shembullin e kryeministrit nuk po i përfill ligjet, duke nxjerrë urdhra me përmbajtje që shërbejnë për të bërë qoka me poste drejtuese për të preferuarit e kupolës së pushtetit dhe miqtë e tij. Me urdhrin numër 153 datë 16 dhjetor 2025, ministri Petrit Malaj ka njoftuar nisjen e procesit për zgjedhjen e 3 anëtarëve dhe kryetarit të bordit të mbikëqyrjes publike, strukturë që varet drejt për drejt prej tij. Një nga kriteret për të bërë antar i bordit të mbikëqyrjes publike është ky: aplikuesit të mos kenë lidhje të afërta deri në shkallë të dytë me personat që janë pjesë e organeve të zgjedhura të organizatës audituesve ligjor, por ministri Petrit Malaj, në shkelje të ligjit, ka bërë sikur ka harruar të vendos kriterin ligjor që aplikuesve për antar dhe drejtues të bordit të mbikëqyrjes publike u ndalohet të kenë biznes auditimi, pasi kjo përbën konflikt të drejt për drejt interesi. Konferenca për shtyp në Mar-a-Lago nuk ishte një moment pajtimi, sigurisht jo një moment agresioni si ai i shkurtit të kaluar, por vetëm mikpritja nuk i jep fund luftrave të përmasave të asaj, që ka qenë duke u zhvilluar për gati 4 vjet në Ukrainë. Donald Trump foli jo si një president që kërkon ekuilibër, por si një negociator që kontrollon kohën, sekuencën dhe gjuhën publike të paqes. Zgjedhja e hapësirës, stilit dhe kohës nuk kishte për qëllim konvergjencën dhe lidhjen e urave të Moskës dhe Kievit. Ajo kishte për qëllim kryesisht ripërcaktimin dhe kontrollin e narrativës. Gatishmëria 90% e paraqitur nga Zelenski dhe presidenti amerikan funksionon si një kurthi dyfisht. Nga jashtë tregon progres, nga brenda i kthen ngërçet reale në çështje të pazgjidhura. Dhe këto çështje të pazgjidhura nuk janë teknike, ato në rastin konkret të Ukrainës janë ekzistenciale. Prokurorët akuzuan ish-zonjën e parë të Koresë së Jugut, Kim Geon-hye, për pranim rishfeti mallra luksoze si art, bijuteri dhe çanta dore me vlerë më shumë se $200.000 dhe ndërhyrje në punët e shtetit. Gruaja e ish-presidentit Yoon Seok-yeol u arrestua në Gush dhe përballet me një sër akuzash duke përfshirë manipulimin e tregut të aksioneve, korrupsion pasiv dhe shkeljet e ligjit zgjedhor. Në një deklaratë të lëshuar pas një hetimi 6 mujor, prokurori Min Young-gi tha se institucionet e Koresë së Jugut ishin tronditur seriozisht nga abuzimet me pushtetin e zonjës Kim. Ish-zonja e parë ndërhyri në mënyrë të palishme në punët e shtetit në korridore larg syrit publik, shpjegoi një prokuror tjetër.
Brigitte Bardot, ikona e filmit francez, ndërroi jetë në moshën 91 vjeçare teksa ende po luftonte për mirëqenien e kafshëve. Lajmi i trisht u shpall nga fondacioni Brigitte Bardot për mirëqenien dhe mbrojtjen e kafshëve më 28 dhjetor, vetëm një ditë pas një postimi të fundit në Instagram, ku aktoria bënte apel për miratimin e një qeni të quajtur Urfe, i cili vuante nga artriti i përgjithshëm. Në videon e publikuar nga fondacioni, Bardot shihej duke përkthjelur qenin, duke thënë se ai ishte një qeni ëmbël i dashur dhe shumë i përkushtuar ndaj njerëzve. Ai ka nevojë të përjetoj jetën, pasi ka njohur vetëm strehimin, tha Bardot. Pashtu, 2 ditë më parë ajo kishte postuar një foto duke puthur një qen tjetër si pjesë e urimeve për Krishtlindje. Dinamo u shpallur kampione e Superkupës së Shqipërisë, pasi kanë mposhtur Egnatian me rezultatin 3-1 në finalen e zhvilluar në arenën kombëtare. Nëndetësia përmbysi gjithçka në pjesën e dytë të takimit, duke siguruar trofeun e parë të sezonit. Sfida nisi më mirë për skuadrën rogozhinase, e cila kaloi në avantazh që në minutën e 9 Ruçi përfitoi nga një gabim i mbrojtjes dinamovite dhe nuk gaboi përballë portierit Teqa, duke i dhënë përsinë Ignatias. Në pjesën e dytë Dinamo reagoi fuqishëm. Brenda 5 minutash, Bregu dhe Nani përmbysën rezultatin, duke zhvendosur festën në anën blu të tribunave. Pas golave të dyja skuadrat tentuan të gjenin rrjetën, por ishte Dinamo ajo që dha goditjen përfundimtare.